Inspektorët dhe policia kanë ndërmarrë një aksion të madh policor kundër shitësve ilegal në tregun e Gjelbërt në Kumanov, të cilët kanë okupuar trotuarët e bulevardit të qytetit, duke shitur lule, pemë, perime, veshmbathje, çanta dhe këpucë. Inspektorët, të cilët bashkë me inspeksionin komunal të komunës së Kumanovës dhe asistencën policore kanë dalë në terren në orët e mëngjesit që zhvillojnë këtë aksion, siç thonë, për shkak të numrit të madh të ankesave, të cilët marrin për shkak të këtyre shitësve ilegal në terren, sepse atëherë është më qetë, ka më pak frekuencë njerëz, ndërsa në këtë periudhë tregtarët e egër montojnë pajisjet e tyre, për të cilat nesërmet vendosin mallrat e tyre. Aksioni ende vazhdon, rezultatet e daljes në terren për pastrim të hapësirave publike nga shitësit e egër vazhdojnë edhe më tej, deri në fund të javës. Inspektorët tanë kanë vepruar me inspeksionin komunal të komunës së Kumanovës dhe asistencë të policisë. Aksioni kaloi qetë, ndërsa zhvilluar në orët e mëngjesit, sepse ka më pak lëvizje, ndërsa në atë periudhë shitësit vendosin pajisjet e tyre, ka njoftuar inspeksioni i tregut Vera Lazarovska.